Lulzim Veliu, analist, është me mua në këtë lidhje për të folur më gjërësisht mbi këtë temë. Zoti Veliu, ju do të lini pas një trashëgimi të rëndësishme që do të formsojë të ardhmen e vendit tuaj. Si e shihni këtë letër që ka dërguar Shtëpia e Bardhë në drejtim të ish-presidentes Vjosa Osmani? Po, zoti Trump është e çuditshme si ka kohë të merret edhe me zonin Osmani dhe Republikën e Kosovës, duke pasur për bazë problematika të mëdha të cilat i ka të hapura tani, sidomos pas luftës në Iran, duke përfshirë pastaj edhe probleme të tjera në lindjen e mesme. Mirë po si duket, në çdo mënyrë mundohet që të jap shtytje dhe ta forcojë edhe më shumë atë lidhjen e re të tij, pra pjesë të cilës është edhe Kosova, dhe në këtë rast i është dërguar edhe zonjës Osmani një letër të cilën sapo e potencuat ju. Sido që t'jetë, ajo duhet merret si pozitive, si gjë e mirë, përkundër të gjitha problematikave me të cilat përballet Trumpi tani. Sido që t'jetë, pra unë mendoj se duhet mirë si diçka pozitive dhe përkundër të gjitha atyre që ne më herët kemi menduar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës me zotin Trump president do të kenë një qëndrim ndryshe për Kosovën, por sido që tjetë është parë e kundërta dhe qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundrejt Kosovës nuk ka ndryshuar asgjë, bilet në disa raste mund të thënë se qëndrimet e tyra pro Kosovës dhe situatës në Kosovë janë edhe më të fuqishme se nga ish presidenti i kaluar, Biden, dhe duhet marrë si diçka pozitive. Unë dëshiroj që një moment sa më të parë dhe sa më të shpejt që është e mundur Kosova të zgjedhë presidentin e Republikës, presidentin e ri të Republikës në mënyrë që ajo që është filluar më herët të vazhdoj rrjedhën e saj dhe Kosova të mos mbetet në ngërç, të mos mbetet në një ngërç politik, ngërç i cili në çdo rast po shkaktohet. Aktualisht presidente është Albulena Haxhiu, siç e shohim edhe nga pamjet. Pse nuk i dërgohet letër presidentes në detyrë? Po, presidentja Albulena Haxhiu është presidente në detyrë, pra ushtruese e detyrës së funksionit të presidentit. Ndërsa unë mendoj se letra i është dërguar zonjës Osmani, duke u marrur për bazë edhe takimin e saj të fundit që e kishte me zotin Trump, pra në bordin e paqes, pjesës e cilës është bërë Kosova. Pastaj dje kemi marrur edhe një mendim nga presidentja në detyrë, zonja Albulena Haxhiu, pra që trupat e Kosovës do t'i bashkohen forcave në lindjen e mesme, duket se do t'jenë në Gaza apo në Palestinë, dhe mendoj se si kundërreagim i asaj mund të jetë edhe letra e presidentit Trump. Ndalemi pak tek zgjedhjet. Nuk ka konsensus për emrin e presidentit të ri. Do të shkojë sërish në zgjedhje Kosova? Me sa po shifet, pra në bazë të asaj që ditëve të fundit, të zhvillimeve të fundit që janë bërë, po shihet shumë qartë se nuk ka një vullnet për të zgjedhur një president konsensual. Për të zgjedhur një president që do të jetë i pranueshëm të paktën për dy subjekte politike. Kemi pasur disa takime, fillimisht me Partinë Demokratike, zotin Bedri Hamzan nga Albin Kurti, dhe takimet më të shpeshta kanë qenë të zotit Kurti edhe me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Abdi Xhiku, dhe takimi i fundit që ishte me ystyre, pra deklarata e tyre se takimet të tilla më nuk do të vazhdojnë, pasi që nuk është arritur, është parë qartë se më tepër është biseduar dhe është folur për qeverisjen se sa për presidentin. Ku është ngërçi, zoti Veliu? Zoti Kurti thot kam 2 emra plus dhe oferta për LDK-n apo PDK-n, ministri, zëvendës ministra dhe kabinete. Ku është ngërçi për mos zgjedhjen e presidentit të ri? Po unë mendoj se këmbgulja e lëvizjes vetëvendosje dhe e zotit Kurti, pra kryeministrit të vendit, për të pasur në çdo mënyrë presidentin, e bën që të kemi një ngërç të tillë, pasi që
partitë opozitare nuk po pajtohen që të jenë pjesë e qeverisë, pasi ne të gjithë e dim se qeveria e Kosovës i ka numrat e mjaftueshëm, edhe në qoftë se një muaj pas zgjedhjes së presidentit do të kemi një problematik të vitit 21 kur zoti Kurti do ta largojë një nga ministrat, atëherë ai e ka mundësinë që të vazhdojë qeverisjen e vendit. Pra unë mendoj se të gjitha këto bisedime është dashur të përqendrohen më tepër tek pozita vakante e presidentit dhe të gjendet një emër që do të jetë i pranueshëm për të gjithë. Pra të jetë një emër konsensual, më e mira do të ishte pra një emër që kush nuk pëlqon pe zoti Veliu. Asnjëra prej partive nuk merr dot 80 mandate në zgjedhje për ta zgjedhur vetë presidentin. Kush nuk pëlqon pe? Opozita apo Kurti? Është e qartë se asnjëra nga subjektet politike nuk do të arrijë të marrë të mandate për të zgjedhur vetë presidentin. Bides unë jam shumë i sigurt se në rast të mbajtjeve të zgjedhjeve tani pas gjithë kësaj rrëmuje, edhe lëvizja vetë vendosin nuk do ta ketë më luksin për të krijuar qeverinë e vetme, pra nuk do të arrijë 51% që e ka tani. Dhe sido që të jetë rezultati i këtyre zgjedhjeve, sërish ata duhet të ulen në tavolinë për të gjetur një konsensus dhe për të emëruar presidentin, por tani për të krijuar edhe institucionet e tjera. Tani unë besoj që e kanë më të lehtë, pasi që e kemi kuvendin, e kemi qeverinë, është vetëm një post vakant, pra është fjala për presidentin, gjë që është shumë e lehtë të zgjidhet sesa të shkohet edhe një herë në zgjedhje. Mirë po, unë e di shumë mirë dhe jam mësej sigurt se çdo opozitë, jo vetëm në Kosovë, Shqipëri e në rajon, por kudo që qoftë, ata luftojnë çdo herë për të shkuar në zgjedhje të sa më shpejt që është mundur për të shkuar në zgjedhje dhe për të provuar mundësinë e tyre për të marrur pushtetin. Ndërsa mua më habit fakti pse lëvizja vetëvendosje dhe zoti Kurti këmbgulin që patjetër të marrin postin e presidentit, nuk marrin shembuj të demokracive të zhvilluara. Ja për shembull këtu ne në Gjermani presidentin çdo herë e kemi nga opozita. Pra, momentalisht Gjermania qeveriset nga kristian-demokratët, ndërsa postin e presidentit është njësët social-demokrat. E njëjta ka qenë edhe në kohën kur është qeverisur nga social-demokratët. Pse nuk merren praktikat e tilla, ose të fundit të përcaktoheni për një emër që vjen nga jashtë partive politike, për një personalitet nga jeta publike, nga akademia, nga universiteti, kudo qoftë që nuk janë të pak në Republikën e Kosovës. Zoti Veliu, faleminderit, përshëndes. Faleminderit.